Alianca Kombëtare për Integrim ka vijuar takimet me qytetarët edhe gjatë vikendit. Kandidati për kryetar komune dhe bartësi i listës së këshilltarëve Valdet Xhaferi vizituan Malsinë e Gostivarit, apo më saktë Reçanin, Vërtokun, Ravenin, Zdunjën dhe lagjen Korap për t'u komunikuar banorëve planifikimet e tyre për mandatin e ardhshëm 4 vjeçar. Kandidati për kryetar komune Valbon Limani ju bëri thirrje qytetarëve që votën e tyre ta orientojnë aty ku shqiptarët janë bërë bashkë për të fituar zgjedhjet lokale, por jo vetëm. Më shumë se kaq, për të përcjellë mesazhin se shqiptarët janë të zotë të votës së tyre dhe të zgjedhurëve të tyre. Në bazë të mundësive të cilat do t'i kemi, por besoj që së shpejti prej pranverë me zgjedhjet e parakohshme parlamentare, ato mundësi do t'jenë edhe më të mëdha, të tentojmë dhe të zotohemi se në 4 vitet e ardhshme problemet kyçe të cilat i kanë fshatrat e Malsisë të jenë e kaluar. Une do të kisha bërë 2 thirrje. Thirrja e parë është të shfrytëzoj rastin që më 12 tetor në Gostivar kemi tubimin kryesor më të madh dhe do t'ju bëj thirrje që çdo njeri prej jush me mundësitë që i ka dhe me familjarët të jetë pjesë e këtij tubimi ku do ta përçojmë mesazhin e fuqishëm. Dhe mesazhi i dytë, ky më i rëndësishmi, është që më 19 tetor të gjithë pa përjashtim, me të gjithë familjarët tuaj të mos mbetet asnjë pa votuar numrin 4. Numrin 4 për kandidat për kryetar komune. Mirë po, ju lutem secila vot për mua si kandidat për kryetar komune, pa votën për Valdetin edhe për Këshillin është e barabartë me 0. Ndërkaq bartësi i listës së këshilltarëve Valdet Xhaferi theksoi se në kuadër të kompetencave që ka komuna do të kujdesen për të implementuar të gjitha planet zhvillimore, ndërsa theksoi se këtë beslidhje nuk ka fuqi që e dëmton, përfshirë këtu edhe shpifjet e grupacionet e vogla politike, tha ai. Shohim tendencat caktuara nga oponentët tanë politikë cilët tashmë veç janë dorëzuar shohin se humbjen e kanë sigurt në Gostivar dhe po tentojnë që të shpifin propagandat e errta duke shtyr përçarje në mesin e antarësisë dhe qytetarëve në përgjithësi në Gostivar. Ne bashkarisht do të ftojmë çdo qytetar që numrin 4 ta votojë dhe rrethojë edhe për kandidatin për kryetar komune, edhe për listën. Ndërkohë, dua që ta shfrytëzoj gjithë këtë prezencë të madhe të njerëzve, këtë prezencë masovike tuaj në sonte, që t'ju përcjellim edhe një porosi oponentëve tanë politik. Duhet ta dinë mirë se nuk ka forcë, nuk ka individ, aq më pak ndonjë grupacion i vogël politik që mund ta prishi, ta dëmtoj fuqinë dhe forcën e lumin e madh njerëzve cilën e kanë ndërtuar liderët tanë. Ne jemi të bindur se me 19 tetor, Gostivari do t'jetë një nga shembujt më të mirë të mundshëm të unitetit dhe unifikimit kësaj beslidhje. Alianca Kombëtare për Integrim sot vijon takimet me të rinjtë e qytetit për t'u komunikuar atyre pjesën e programit zgjedhor që ju dedikohet pikërisht atyre. Ndërto, zotimin që çdo i ri deri në moshën 30 vjeçe të përkrahet me nga 60.000 denar në hapjen e një biznesi me qëllim që ata të mbeten në vend dhe të mos migrojnë.